Të nderuar banorë të Librazhit, intelektual, mësues, administratorë e pronar biznesesh, me anë të këtij videomesazhi dua të ndaj me ju sot një shqetësim në lidhje me çmendurinë dhe rrugën e poshtërsive njerëzore që ndjek pushteti i vjedhur nga gangsterët dhe ajutët për të manipuluar sërish zgjedhjet e 25 prillit 2021. Ordinerët kanë urdhëruar drejtuesit e shkollave dhe këta të fundit mësuesit kujdestar të klasave për të pyetur dhe transmetuar tek fëmijët një porosi të udhëheqjes rilindase. Por mësuesit kujdestar nuk janë mjaftuar me kaq. Dhe porosin për ta bërë sa më të besueshme tek drejtorët e tyre e kanë shkruar edhe në grupet e WhatsApp-it dhe kanë pyetur prindërit. Kush merr ndihmë ekonomike? Pyetja lind. Ç'pun kanë mësuesit me ndihmën ekonomike? Ç'pun kanë mësuesit të intimidojnë nxënësit dhe të krijojnë me dashje apo pa dashje diferencime midis fëmijëve për të zbatuar një urdhër të palishëm? Ç'pun ka drejtoresha e shkollës për të çuar emrat e prindërve tek zyra e punës apo tek sektori i ndihmës ekonomike, për të trajtuar si të papunë dhe të përfitojnë financime? Paradoks i madh. A bie kjo ndesh me kodin moral? A bie kjo ndesh me kodin zgjedhor? A bie kjo ndesh me ligjin e arsimit? A tregon kjo sjellje e hapur se sa i pavarur është arsimi tek ne, apo institucionet e tjera? Banorë dhe intelektualë të Librazhit, kërkoj me forcë nga ju ta dënojnë moralisht këtë akt barbar nga ata mësues që janë bindur këtij urdhri dhe i falenderoj të gjithë mësimdhënësit që janë distancuar, madje dhe kanë denoncuar këtë veprim manipulativ të kolegëve dhe urdhëruesve të këtij akti të paprecedent. Ne do i drejtohemi prokurorisë për këtë çështje. Kemi prova me shkrim, me emër dhe mbiemër. Por krahas veprimeve ligjore kam zgjedhje për gjithë mësuesit, administratën dhe çdo njeri që paguhet nga taksat. Bëni kujdes. Zbatoni ligjin dhe vetëm ligjin. Mos u ndikoni nga urdhrat verbal të ajutëve se pa dashje do jeni në rrjetën e tyre. Është një fjalë e urtë popullore i mbyturi të mbyt. Dhe 100 ditë na ndajnë nga zgjedhjet. Ne do vim në pushtet jo për prerë koka njerëzish, po për të ndryshuar gjithçka me një program të mirë detajuar. Në çdo fushë të jetës do ndryshojmë rrejtësisht mentalitetin e drejtuarit. Me institucione të pavarura nga njëra tjetra dhe me rroga të dyfishuara, që mësuesit, mjekët, administratat të mos jenë peng e rishfetit, por mbartës të moralit, profesionalizmit, zbatues të ligjit dhe të përgjegjshëm për misionin e tyre fisnik. Kushdo të vazhdoj të jetë pjesë e projektit manipulativ të sektit liringas, të jetë i bindur se do ndërshkohet politikisht dhe ligjërisht. Tolerancë zero ndaj çdo shkelësi të ligjit. Edhe një herë të dashur miq, bëhu një pjesë e projektit madh. Të ndryshojmë thelbësisht dhe rrejtësisht gjithçka. Të bëhet vendi jon i jetueshëm dhe i banueshëm jo vetëm nga ne, por dhe nga fëmijët tanë. Ju falenderoj nga zemra që do keni kohë dhe të dëgjoni këtë video mesazh.